Je më mira dhe unë jam shumë e falë që të kam ty. Shikoni kë kam këtu. Hello, Loena. Hello. Tani, unë ju kam thënë që do i bëj një video me Loenën, edhe nuk i kam tregu Loenës. Ti nuk dia si gjë. Jo. Tani, live, Surprizova. live si shëndeki. Tani këtu, direkt me juve, do i them se çfarë do bëjmë. Pranon ti, Loena, që të bëjmë nesër. Po. S'ke shkollë? Jo. Nëse jam qetë, jam e hapë. Një video edhe në YouTube, po që të kalosh një ditë si një YouTubere. Super. Super. Ha, Që, si që? po me vërtet. Si? Do... Le të themi do bëj ato gjërat që do bëj në tarë. E kam thënë në një video kur pata dalë një para disa kohësh, pra që ishte i prezantimi i herës parë, që do kam vendosur që do në të ardhmen shpresoj shumë që të bëhem një YouTuber. Frymëzimi im është këtu. Shikoni pak se isha veki, vdiqa. Shiko tani, ideja është këtu. Ne do bëjmë një video, kupton? Që unë do t'jap dy opsione. Për shembull, do shënoj, e di atë trendin që shënon të një letër këpuc, shopping për shembull, po. këpuc ose veshje, dhe unë do t'i kthej mbrapsht dhe ti Do do zgjedh zgjedh njërin. njërin. Po, e kam parë. E ke parë? Po. Kështu që nesër bëu gati. Di plot emocione, surprizat bukura. Edhe ku po shkon ti? Bik. Dhe do bëjmë këtë trendin, do të thënë, unë do të bëj gati letrat, edhe ti do zgjedhësh letrat. Ti nuk do ta dish fare se çfarë do shkruaj, Po. thjesht do zgjedhësh. Qa të na qëlloje? për Po. fat. Je happy për këtë ide? Jam shumë lumtur. Nuk më fakt prisa ndonjë gjë më të thjesht, jo kaq. Prisa më shumë nga çmentoja. Do Po të mirë, domethënë. më s'po e kuptoj tani. Prisje, Do- nuk e prisje, do Nuk e e prisja nga u lumturova për mas tani. Okej, Loena ka shumë qef videot, e sigur që do ma marrë më kthes në YouTube. Edhe këtë herë kemi vendosur të bëjmë këtë trendin me Loenën. Edhe kjo video do postohet një nga Vlogmas, do jetë video. Edhe mendoj se do jetë një video e bukur, ëh? Si mendon ti? Ti nuk e emocione. Jo. Këtë rast do ke. Pse duhet kesh fundja? Do të tani unë emocionohem sa herë që daj në kamer, por ka vendosur që nuk do të kem emocione, do të shprehem lishëm, sepse në qoftë se do të bëhem në të ardhmen dhe të themi një YouTuber, duhet të listimi nga gjë emocione dhe të di se Je papa. unë jam shumë e fat që kam një nuse xhaxhi kaq tillë, sepse jo të gjithë e kanë dhe me vërtet më thonë, jo të gjithë. Jam shumë e lumtur që të kam ty, sinqerisht. Ashtu? Jam shumë e fat që të kam. Unë nuk e paguaj për këtë gjë që tha. Ja. Janë të gjitha fjalë nga zemra. Këto fjalë më burojnë nga zemra dhe shumë sinqerisht, jo për komplimente ose për kështu, me vërtet. Je papa më. Loena ka qenë më vogël se Beki. Po, sa ka qenë? 6 muajsh? Jo, me unë jam njoft me Rogetin. Po, pa qenë fare Loena. Për skincare tani kalova të bëj make-upin në këndin tim të preferuar. Sot kjo video do jetë e preferuara juaj dhe imja, sepse do jemi me Loenën dhe duke qenë se Loena është shumë pozitive. Është vërtet një gjë ndryshe nga të gjitha gjërat që unë kam bërë deri më sot, pra jo vetëm për video, po dhe zakonisht nuk është se kam dalë me një gocë të vogël për të bërë këtë që do bëjmë sot. Nëse e mbani mend në një nga video që pata thënë me jepni ndonjë ide që mund të bëj me Loenën,
edhe mua me erdhen shumë goca, shumë ide në Instagram kryesisht që më shkruajtën ide të ndryshme, por kjo ideja më pëlqeu më së shumti sepse po ishte shumë interesante dhe vlen që ajo të gëzohet, vlen që unë të kënaqem, vlen që të realizojmë një video të bukur, vlen që të transmetojmë një gjë ndryshe, edhe thash, hajde e bëjmë. Është ideja më e bukur. Kështu që këtë pranova të bëj edhe e dija që Lorena do e pëlqente shumë, ajo vdes të bëhet youtubere, është fiks gjë që ajo do të bëj dhe fati saj është që do ta provoj përpara se ndoshta në të ardhmen ta bëj vetë ajo. Fillimisht do e testoj veten si një influencer ose si një youtubere. Jam shumë e lumtur që unë do jem auguri i mirë për të nisur mbase këtë lloj hapi, që ajo ka më shumë qef, po normalisht thot kur të bëj 18, por mbase pse duhet të pres të bëhet 18, mbase ajo më ta bëj shumë mirë dhe pa bërë 18, dhe pse natën, pra mami Lorenës është zysh edhe ju e dini që zyshat janë të fiksuar që fëmijët e tyre të jenë shumë mirë me mësime, kështu që ndoshta do pengohet pak për këtë pjesën, që është në shkollë edhe nuk do arri do ta bëjmë më shpejt, edhe unë me këtë jam që të mbaroj shkollën, të arsimohet siç duhet, edhe pastaj kjo mund të bëhet edhe ndërkohë që ti shkollohesh për në shkollë të lartë, domethënë. Por që deri në moshën 18 vjeçare dhe 3 vite gjimnaz është shumë e rëndësishme që të fokusohesh te mësimet, vetëm te mësimet. Pastaj do kesh kohë ti bësh të gjitha. Flas nga eksperienca. Unë kam bërë të gjitha dhe kur isha në shkollë, ishte koha ashtu, edhe dëshira e gjërat, por mendoj tani që nuk i mungon asgjë fëmijëve të sotëm. Është gjynaf që të shpërqendrohen në shumë gjëra të tjera kur kanë kohë. Pra, e gjithë jeta mbas të 20-tave, fokusi kryesor është puna, karriera, ëndra, dëshirat për të ndjekur deri në fund. Pra nuk është se ka më një fund, se edhe kur arrin një moshë ka dëshira të reja, ka qëllime të reja, kështu që nuk ka fund. Nuk ka fund. Pra sa më vonë praktikisht i nisim, është më mirë për trurin që nuk mbi ngarkohet shumë shpejt. Se sa më shumë informacione, përgjithësi që merr në moshë të vogël, aq më shumë do fillohesh të konsumohesh në një moshë më të rritur. Për shembull, unë kam filluar punën që 15 vjeç, edhe le të themi, normal, unë kam patur ato eksperiencën që të jem shumë mirë sot. Problemi është që unë kam filluar të konsumohem shumë shpejt për moshën që kam. Flas, jo konsumohem, por durimi, këto gjërat e tjera që mbase duhet i kisha akoma më lart. Unë nuk kënaqem kur nga vetja, kam thënë shumë herë, por do doja që mbase ta kisha shtyr pak. Kur fillon punë, nuk shkëputesh më kurrë nga puna. Sa më shumë ta shtysh, të paktën deri 18-20, nëse i keni mundësi. Nëse si keni, është gjë e mirë që të krijoni edhe experience. Janë të dyja versione që të thoja edhe të filloni punë herët, po edhe mos ta filloni herët kur e keni mundësinë, sepse ka dhe punë që ju mund t'i bëni online ose që nuk ju ndërpresin, por që ti të dalësh ekselent me nota të larta, nuk duhet absolutisht të shpërqendrohesh me punë, se cila punë dhe se cila gjë don përkushtimin, don vëmendjen e vet. Dhe nëse ti ja ke përkushtuar shkollës, është e pamundur që ti ta ndash përkushtimin. Nëse do të jetë maksimal të shkolla. Pastaj nëse do që pak shkollë, pak punë, patjetër që bëhet, kështu e kemi bërë të gjithë. Por unë jam me këtë, që të shfrytëzoni vitet e shkollës, t'i shfrytëzoni për mirë dhe të përkushtoheni shumë. Ky trendi me letra, me përzgjedhjen dhe me fatin që të ndjek, unë ende nuk i kam bërë letrat për Lorenën, por do i shkruaj dhe kontaktoj Ailit, se është puna, dhe të më bëj gati atje, se këtu në shtëpi nuk ka shans të marr laps letër dhe të bëj diçka. Jo, kam thënë që Lorena gjithmonë ma ka shprehur dashurinë e saj, nga mosha e vogël deri në sot, thjesht e shtuar, nuk është se shuar kurrë. Dashuria ndaj meje është shumë e çuditshme, të gjithë familjes e thonë
që si ka mundësi Loena ty të do ka shumë. Dhe dashurinë që ka për mua ndaj meje, e shpreh hapur, do të thënë, ndryshe nga... mami. Ashtu, a? Erdhi të zona rrezikut. Ja si e bër. Pisa njose je bër. Po thoja që të gjithë në familja habiteshin se si Loena, do më thënë, e shpreh të do ka shumë. Më ka dashur, ka qenë më vogël se Beki kur unë kam marrë në krah, do më thënë diku te 5-6 muajshe. Në atë kohë kam qenë në fejes më duket, apo në lidhje, nuk e mbaj mend fiks, por që unë me Rogertin jam njohur pa u martuar vllai vet. Atë vit jam njohur kur është martuar vllai dhe pastaj direkt ka ardhe bebi, që bebi parë është Loena. Kështu që nuk e di as vet, nuk e shpjegoj dot, as ai nuk e shpjegon, por e rëndësishme është që ne duhemi shumë. Dhe kam përshtypjen do jemi një dyshë e fortë kur të rritet edhe pak. Edhe pastaj një treshë e fortë bashkë me Bekin dhe unë do ju hap krahun. Se do ma marrin në kthes këto të dyja, por unë do jem aty, suporti kryesor i tyre. Jam shumë e lumtur, unë vdes për goca, ju gja e keni kuptuar tashmë. Jo se gjë me çunat, po unë jam rritur me vlezër, edhe të themi kam qenë e plotësuar nga ana mashkullore. Kështu që gocat me japin shumë energji të mirë. Sikur të kisha 5 goca s'do më mërzitej fare, madje lum ata që i kanë dhe do isha shumë e lumtur. Se gocat janë dashuri, gocat kanë botë, kanë energji të mirë, kanë gjithçka, jo se kanë djem, flas si mami, si motër, si kushërir, si mbes, ku diun në të gjitha aspektet. Përveç të shoqërisë. Këtu nuk është se kam patur sukses dhe nuk jam ndjer kur shumë e vlerësuar nga mikeshat e mia, domethënë le të jem e sinqert, kam bërë maksimum që t'i vlerësoj dhe t'i kem shumë afër, mbasi kjo ka bërë që ta zbrejen atë interesimin dhe vlerësimin e madh ndaj meje. Ne mendojmë të shkojmë në tek, atje me çojnë këmbët, por nëse shkojmë në tek, ku do shkojmë ne? Unë kam edhe punë të tjera gjatë ditës, patjetër, do mundohem të realizoj të dyja, edhe video me Loenën, pra ditën t'ja kushtoj dhe asaj, po dhe 2-3 punë që unë kam për të mbyllur, edhe praktikisht e dini jo, dua t'i bëj të gjitha, nuk dua që të më ngel gjë pa bërë. Nuk i jap dot vetes pushimin maksimal, nuk e bëj dot, nuk e kam bërë dhe nuk e di për sa kohë nuk mund ta bëj. Jam shumë person që marr stres dhe përgjegjësi mbi shpatulla dhe më duhet ta bëj çdo gjë siç duhet dhe nuk ja lejoj vetes që unë mos të... Kështu që nuk po ju mërzis më shumë, më tepër, do i lë hapësirë ditës së sotme që do jetë shumë e bukur. Ju duhet të komentoni për çdo gjë që mund t'ju ketë pëlqyer në këtë video ose jo, por mos harroni që Loena i shikon të gjitha komentet, i lexon se është rritur, edhe ajo do lumturoj pa mas nëse ju do e mbështesni dhe të thonit diçka të mirë, nëse keni diçka të keqe, më mirë mos e thoni fare, se nuk është momenti për ato që të dëgjoj, ndoshta dhe të marr jo atë energjinë e mirë, pasi është ende vogël, mendoje që në këtë periudhë ende nuk është krijuar tamam ai karakteri dhe mund të ndikojë diçka që mund t'ju thuhet, sidomos në këtë moshë. Kështu që do të jeni shumë të ëmbëla në këtë video. Loena është pak a shumë karakteri im, është shumë njeri që entuziasmohet dhe shpreh ka karakter të fortë. I pëlqej shumë vetja, merret shumë me veten, ka investuar në tip, unë e kuptoj, domethënë është edhe e lexuar, mëson, është shumë e mirë në shkollë, me mësime, me gjitha. Pra, më pëlqen shumë që është e dhënë edhe shumë
energjike, pra e ka atë e tregon me shenja, me çdo gjë e tregon lumturinë që ajo ka për diçka. Kështu që e sigurt që në këtë video do jetë do thoni, "Wow, po ashtu është, ma besoni." Është super energjike dhe i pëlqej shumë vetja të tipit merret me veten, dhe pse është e vogël, thot un kam flokët bukura, kam trupin. Domethënë e pranon, nuk është nga ato goca që ende nuk e ka krijuar ose formuar atë idenë për veten e vet. Ajo i ka shumë të qarta gjërat, edhe më pëlqen për këtë. Është shumë rrallë mund të gjesh goca, se e ka patur që kur ishte shumë e vogël, që të gjesh goca që gjaja kanë krijuar atë karakterin në një moshë vogël dhe e din shumë mirë se çfarë duan për jetën dhe për vetën e vet, ndihen komfort, ndihen të lumtura. Është gjë wow, domethënë në kohën që jetojmë duhet patjetër ti të duash dhe të respektosh veten që të japësh lumturi dhe për të tjerë. Pra, nëse ti je lumtur dhe njerëzit përreth do ndjehen dhe do jenë të lumtur, se kjo është energjia jote që shpreh gjithkohës. Kështu që edhe ajo e ka këtë dhe e bëra hyrjen, ju tregova që të shijoni videon deri në fund të plot, siç të jetë, domethënë uroj të shkoj mirë çdo gjë, se nuk e di se si do shkoj. Kështu që prakisht ju bëra hyrjen siç duhet, tamam sikur po ftoj në një emision, një të ftuar dhe duhet t'ju jap informacione rreth tyre. Kështu dhe për Lorenën, se nuk e ka dalë në një video, por nuk është se ka dalë shpesh, nuk është se jemi përfshirë shumë me këto të shtëpisë, se ajo të gjithë e duan kamerën, vetëm unë dhe Lorena e duam kamerën. Por thash edhe ju të njiheni pak më tepër, jo se ajo ka turp të tregoj vetë në vetë, nuk ka fare turp, nuk është turp do ketë pak se është eksperienca e parë dhe fakti që e din që këtu ka audiencë gati e madhe, nuk është se do ketë, por që unë po e ndihmoj, po ja heq gjysmën e përgjegjësive, gjysmën e gjërave. Na ka ardhur Lorena, Ç'kemi? është bërë gati, tani jemi për të dalë. Lorena nuk di asgjë ku do shkoj, si do shkoj, më thënë. Vit plot surprizë sot. Di vetëm që si që ja u tregova në video, do vi me mua dhe do përjetoj një ditë si një youtubere. Shikoni sa vlog të bukura i ka. Ka veshur hoodin Amitjele Studio, sigurisht, me këtë ngjyrën roz, gjinse dhe atletat. Mbaruam dhe tek dentisti, tu jemi me Arlen, ka ardhur me ne sot. Sa po lash orën të mami im, edhe ne do shkojmë se kemi punë të tjera. Do kalojmë dhe tek dyqani. Po vërë një super pastrim, edhe pse më ka larë, edhe më ka hequr gjithë make-upin. E ki parasysh si bëhet lavazhi i makinës, kështu goja ime sa edhe ndërkohë gjithë është edhe për fytyrë, po lyka buzët mirë jemi. Sot. Çdo ditë marr make-up-e. Pikërisht sot nuk e kisha marrë me vete, vetëm një laps buzësh edhe shkëlqys. Tani është momenti i shumë pritur. Këtu, pritë se mos na e shef Lorena, kemi shkruar këtë dhe këtë. Tani, të them Lorenës zgjidh njërën nga fletat. Are you ready? Okay. Këtu janë dy fleta. Janë shkruar dy gjëra të ndryshme. Kështu që ti duhet të zgjedhësh dhe ne do shkojmë te ajo që ti do zgjedhësh. Shopping! Bravo! Tani jemi për shopping. Je lumtur? E dyta ishte kinema. Shopping. Më mirë shopping. Patjetër. Gjë preferuar shopping. Okej. Tani është momenti që të ndajmë ku do bëjmë shopping. Un kam dhe dy fleta të tjera që do t'i bëj test dhe do zgjedhësh sërish. Një un kam menduar se ku do shkojmë. Të dyja rastet mua më pëlqejnë shumë, pra si këtu, se s'po i flas. Mua më pëlqen të shkoj, kam shkuar në kohë të lirë të njëra nga këto shkoj. Por ti do zgjedhësh fatin tënd në këtë rast.
Gjithsesi për të dyja rastet ti do jesh shumë okej, nuk ke asnjë lloj gjëje, por Okej. Këtë herë Ha? me që zgjodha herë në parën, këtë herë do shkojmë në Tegu. ashtu ke humbur Tegu. Do shkojmë te Top Tani. Në fakt unë i doja të dyja. Njësoj. Për mua s'ishte problem. As për ty. Jo. Kush do të pëlqente më shumë? Nuk është se të dy jam pëlqejnë shumë, por Me që se zgjodhe edhe Top Tani? kjo nuk është zgjidhje. Okej, super. Në një fati është fat, nuk kemi çfarë të bëjmë. Por ti je me fat sido që t'jetë, të cilat shkosh me fat je, çfarë do që të bësh. Kështu që yay, let's go. Tani, është dhe fati jon, jo vetëm fati Loena, sepse në këtë rast unë kisha lënë të zoguzi rojnë dhe jemi nis drejt këtej. Po, nëse do shkojmë për tek, do i bijmë nga rruga Elbasan, nëse do shkonim për Top Tan, të dyja nga njëra anë do shkojmë, kështu që ikim për Top Tan. Edhe duket se te Top Tani është hera parë jote Loena që të shkosh? Po, shkrepa, nuk kam shkuar një herë. Kështu që për herë të parë Loena të shkoj te Top Tani. Ju thash që për mua të dyja njësoj, si Tegu si Top Tani, ka vende si për të ngrënë, si për të bërë shopping. Po? Po, yes. Kështu që let's go. Kur them sot që është ditë surpriza, është ditë surpriza. Është dita ime shumë pritur, me thënë drejtën. Se unë kam thënë që unë vdes dal video. Po ku e ke thënë? Ma ke thënë mua se këtu Po. tani do të. Ku ke thënë? Kam thënë tek ajo videoja Para 3 vjeç. Po mirë se këtu kemi shumë audiencë të re, kështu që pra ata që nuk e dinë, domethënë, e sa po e morën vesh. Shumë i kam shumë që videot. Po. Okej. Tani këto fletat mbaj aty se këto i kemi djegur, domethënë janë zbuluar. Dje do shkojmë për shopping, jo për kinema. Në fakt, nëse do zgjidhje kineman, praktikisht i bie të Tegu do shkonim. Ka dhe kinema këtej, Po, mund shkojmë te Millennium Po. në këtë rast. Ne i menduam Tirana shumë si. Po, ne i mirë menduam, prandaj vendosëm dy tema, shopping or kështu kinema, edhe që t'ishim edhe për qendrëtar afër për të bërë pjesën. Kinemas dishte kjo sot se që ka një lloj kohe. Po, ishte super. Do kishte dalë gjume. Gjumi le themi se ora 1 ka Është ora 2 e gjysmë. ora 2. Ua, a nuk e di si po ikën dita ora, nuk e di. Ajda është tek ora 1 akoma. Po se unë në orën kur shkova? Në orën 12:30. Një shkova te dhëmbën. Kisha lënë orarin dhe thjesht kështu mendoj unë. Tani Lorena nuk duhet të shoh se si po e bëj. Ka lëksit. Si dhe unë të tani. Veshje! Na nxorri deficit. Tani do futemi ke Kështu se kemi të parë. E do shohim nëse i pëlqen diçka Loenës. Po traton në tjetër studio njerëz. Tani ti shiko se çfarë pëlqen, dhe se je me mamin, edhe pasi mamin të bësh shopping. Edhe më thuaj që më pëlqen kjo, i provojmë. Loena, të pëlqeu dhe ky golfi, më pëlqeu kjo ngjyra.
shumë, po është vërtet. Të le veshësh me pantallonat e zeza edhe këtë kostumin. Të shohim si do të rinë. Sa bukur. Si vrim. Pëlqen? Super. Shkojmë të djosh në një atë. Dhe është diçka që e vërtet për shkollë, pra dhe për përditas, nuk është se e kam vetëm për asnjë gjë. Tani provojmë outfitin numër 2. Shkojmë ti. S'pëlqen shumë? Jo, të nuk kam pëlqen shumë. Po kërkoj me ndjenjën ta. Shumë mirë. E para është më bukur. Krejtë të një e kam. Për që më mirë është e para. Ka zgjedhur vetëm të parën deri tani. Uroj që të zgjedhë të dytën. Mos zgjedh prapë parën. Shpresoj mos jetë boring. Do hajm healthy food. Se ka problemit. Këtu është për fast food, do të thënë Burger King, KFC. Por ti e humbe mundësi, kështu që do ikim do hajm healthy. Ti humbe rëndësin nga përshkuar në katin e fundit. 7? Sa ka këtu? 5, 6, 7? Po healthy ku do hajm këtu? Që është ajo? District? Let's go. Super healthy ma lini mua. Edhe këtë zgjodha nuk është keq. Që jo? Pa, në maksimum po shijoj. A jam nisja gjagjit më mirë në botë apo jo? Je më mira dhe unë jam shumë e fat që të kam ty, e kam thënë, e thash. Po. Super shaka. Jam shumë e fat që të kam, jam e fat që kam një nusë gjagji. E shikoni çfarë mbesë të bukur kemi, more. E dua pa fund. Ka flokët e gjata, ti pare ti ka yll. Funda, buzët, syt. Do bëhet një kjo kur do rritet, e që do bëhet. Të ushqemi pak tani se jemi lodhur. Ne kote kishim për healthy, se gjithsesi pizza morëm, por e rëndësishme është ambienti është healthy. Përveç kësaj mizës që po na vjen vërdall. Në le timer.
shopping. Tani jemi, ha? Tani jemi për të shkuar tek Tek dyqani. dyqani. Do shkojmë atje. Dhe pastaj nga atje do bëjmë atë të pestën. Kemi të pestën zgjedhje. Që do jetë surprizë, po, do ta ndajmë tani, ndiqeni deri në fund. So far so good, ha? Po. Tani jemi te sfida e 5 dhe e fundit, patjetër. Mbaroi dhe dita, por edhe më e rëndësishmja. Tani doja u tregoj juve se çfarë kemi këtu. Dhe të shohim se kë do zgjedh Loena. Jemi ardhur te dyqani, siç ju thash, mbaruam punën tek Toptani. Tani jemi për çfarë jemi? Jemi për Po, mos e lexove? Jo. Pse s'ke besim? Pse për çdo gjë ke thënë lexo? Ja, nuk lexoj. Ato që Donaldo. Unë jam të dyja, domethënë nuk është se kam preferencë, të dyja do i bëj. Po te isha te ta poshtë kishe se për na lexuar, pret do dhe mendosh. rogeti te kafi. Ta kishe lexuar, nuk do mendosha këtë. Ashtu, ti. Se poshtë jam. Atëherë do bëjmë matcha apo do bëjmë porosit të Walti? Për matcha dhe do shkojmë për kafe. Duke qenë se rogeti na ka ardhur këtu afër dhe e kemi përballë, edhe tham t'i bëjmë të dyja, edhe kafen edhe matcha. Po ti s'ke provuar matcha, kështu që Matcha. kafen ke provuar kafe turke. Po. Kafe Me po. nënën, Nën. me vjerën time. Është Në nana. kemi me tradita kështu nga vendlindja. Kafe turke, gatime tradicionale. Tu te Walti do shkojmë te vendi im I preferuar, te Noja. Dhe do bëjmë porosi matcha. Nëse do ketë akoma. Ka. Okej. Të marrim 2 matcha. Marrim një oat milk dhe një të Bëri herë një post me tomatë ti. Ai shop 2 matë. do marrë në embëlsirë? Unë jo, po ti. Unë jo, se hëngre një. Do ti? Cinnamon. Jo, që nga kardamon. View order, let's go. Let's go to matcha. Dhe faturën dhe paguaj Rogerti. Porosita. E porosita. Ku do shkojmë tani? Tani ku do shkojmë aty që dhe më para do shkojmë. Te kafja për ballë dhe do presim matcha. Erdhi matcha. Yay. Je gati? Do testojmë një matcha. Një cinnamon roll. Nga markë Rogerti. Dhe kemi matcha. Kemi blon.
Shumë e mirë është. Approved. Luena approved. Kam marrë dhe një për vete, sigurisht, se do bëjmë dating. Nuk e di me kafe tjetër të apo jo? S'kishte tjetër? Thash se kishim probleme. A few hours later. Yay, happy. Are you feeling Noia? Yes. Ne sa jemi futur në shtëpi dhe Po, kjo ishte video jon për për sot. sot. Uroj t'ju ketë pëlqyer. Na thoni ndonjë gjë, na lini koment. Mente. Mos Aty harroni poshtë. të bëni subscribe dhe sigurisht dhe një like. Yay! Edhe na thoni për çdo gjë që ju ka Ka pëlqyer ose jo. pëlqyer. Dhe nëse doni të më shihni apo jo në disa video të tjera. Sepse bën vlog edhe vet pastaj Luena. Do të Po. thonë, i ka shumë qef, ka bërë video, por i ka thjesht te telefoni vet. Kam thjesht kështu, sa te telefoni nuk i kam akoma, nuk kam rrit akoma ke editimet e këto. Por Por shumë në shpresoj të që ardhmen. në të ardhmen pse jo. Edhe sigurisht dua të falenderoj dhe Alden për një ditë që më bëj shumë të lumtur, për një ditë kaq të mrekullueshme. Për dua ta falenderoj pa mas sepse gjithmonë më bën të lumtur, asnjëherë nuk më mërzit. Dua ta falenderoj për çdo gjë. Je shumë e mirë dhe unë të kam shumë gjatë. Dua pafund. Bëjmë një paqem tani. Shihemi në videot të Tjera. tjera. Bye! Bye.